Hajde jemi kthyer në kuzhinën tonë për të vazhduar punën me recetën e dytë. Kemi mashurkat, kanë dalë në treg, i kemi tashmë të gjithë parasysh që duhet i gatuajmë dhe t'i shijojmë. Ka shumë mënyra për përgatitjen e barbunjave. Kemi për sallata, i kemi gatuar me patate, me karot. Në rastin e sotëm nuk kemi asnjë nga këto produkte, as karotën, as pataten, po kemi orizin, domaten, kemi speca, kemi qep, vesh barbunje, vaj, krip dhe majdanoz. Barbunjat pasi i kam pastruar, Barbunja, i kam bishtaja, larë, shiko, mashurka, tani si të doni ju. Njësoj. I kam prerë të tilla, sepse janë me oriz. Bëj një kaurdisje, sepse nuk dua t'i lë të tilla që të marrin një shtres kafe dhe më pas ja. Këtu. Derisa të jetë bishtajat të kenë atë ngjyrën e hapur të gjitha. Jo ngjyrën kafe. Sepse përthithen lëngjet, do thoni ju që do t'i shtosh ujë, po patjetër do shtoj ujë, po ka atë shijen. Kjo e skuqura, kjo e shkreta e skuqur. Kjo të jep vërtet shijen dhe çdo gatim i traditës ka të skuqur. Por ja që është në kundërshtim atë të shëndetshmen. Po, se nuk duhen skuqe. Pra, unë jam si puna të jesh apo mos i jesh, të jetosh apo jo, edhe unë të skuq apo jo, por do ndjek traditën. Do ndjek traditën. Të Shakespeare-it, ka i larë. Tek bishtajat, do të shtoj. Në kanë dëgjuar ambisat për barsalet? Jo më dua një barsalet sot. Se më shef ashtu. Po ti pyes, ambisat na tregoj një barsalet. Ishte një familje. Po jo, më nga ty shoh, dëgjoj për ditun. Nuk e do, jo, mos e refuzo sepse pive kafen, edhe është për kafen. Është për kafen, ok. Po. Ka pi kafen duke buzëqeshur. E vëndrit te familja e nusës së ardhshme. Donte një kafe. Dhe nusja, basi i kishte marrë ato mësimet e veta nga nëna vetë, patjetër, i shton vëndrit në vend të sheqerit krip. Dhe i kishin thënë, nëse ai njeri që ti do kesh në krah, nuk do shtremëroj të rind, ose nuk do të thotë diçka, krip do me thënë, ai është i duhuri për ty. Nëse ai do revoltohet, s'është atëherë. Që do sillet dhe në jetë. Ashtu do sillet dhe në jetë. Pra, ju e keni parë kur unë i them Nikit sheqer, edhe kur e bën pa sheqer unë jam shumë e dashur. Kështu do të jenë njerëzit. Të qeshin e tani. Po pse mos të qeshësh? Nëse ju qeshni, si reagoj jeta. Si reagoj dhëndri njërë? E po janë në mënyra të ndryshme. Dhëndurët janë të ndryshme, ashtu është. Unë për vete nuk kam guxuar që ishte krip. Tu do të qeshësh për ja. Okej, ja, e po mirë, të pëlqeu. E qeshra nga pas. Tani, ju keni ndonjë histori të tillë, ndonjë barsalet kështu me një humor brenda anglez, apo ka barsaleta që kanë humor të zi, kanë humor anglez. Humori është zgjuarësia e njeriu. Por edhe të qeshësh më pas nga ato që dëgjojnë humorin, ajo nuk është zgjuarësi, është butallallik. Pra zgjuarësinë e ka ai që e thotë. Kjo ka mesazh brenda tani. Kjo është një mesazh brenda. E gjithë fabula që thash deri këtu. Kafja, kripa, e gjitha. Gjithsesi. Largoj. Ka njerëz që janë të lindur për të treguar barsaleta. Se ka njerëz që mund të dinë shumë, po mënyra se si ato interpretojnë nuk është se të ndikojnë për shkakun për të qeshur. Një prej tyre jam edhe unë, nuk di të tregoj barsaleta. Domethënë e bëj shumë serioze dhe atë që tregoj. Kështu që e pranoj këtë pjesë. Nëse kemi ndonjë nga zonjat apo zotrinjt që na ndjekin edhe duan të na tregojnë ndonjë barsalet, ne i mirëpresim. Barsalet të mirë. Tani, e mirë, e shëndetshme. Se ka dhe barsaleta banale, nuk i duam ato. Albana tha, unë thash unë di shumë barsaleta, dhe më tha, Albana kujdes çfarë barsalete do thuash. Unë zgjodha më të mirën për kafen. Atëherë shtoj sërish vaj. Shumë pak vaj e pak, sepse e vendosa tek tigani që unë kisha bërë atë salcën e hollë.
I jap një kaurdisje të lehtë. Nuk e them më, sepse jeni mësuar më tashmë që unë them gjithmonë për kripën, dhe nëse unë do them hedh krip për të zbutur qepën, ama dihet. Por, edhe këtë ju e dini që shtoj ujë për të zbutur qepën dhe e lë në rehatin e vetë, derisa ndjesia e qepës të thotë që jam shkrir, jam gati për të vendosur tek bishtajat. Patjetër që orizin e kam zirë pak sa e shikoni, sa ja kam marrë mend gjithmonë mbas larjes dhe mbas shplarjes me limon. E kam timen atë tani që gjithmonë bëj atë shplarjen me limon. Do të marr Grim tani domatet. Taljerën që të largoj zemrën. Kur thonë për shembull të hëngsha zemrën, në rastin ton, to i lë për salsa. Dhe salsa është kryesorja. Ja. Kemi plot tani në treg. Po, patjetër. Që mund t'i marrim pa frikë për t'i përgatitur. Përshëndetje, kemi një telefonat që ka mbritur në studio. E mirëpresim. Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, nga po telefononi? Zemrën, Albana. Urdhëro? Albana, të enë që zemrën. Ama se më duhet. Se vendos doktorin në një qelq dhe më pas. Është ajo historia që E ka për më vonë, për të shëruar zemrat të tjera. Ju zoj nga për nga telefononi? Nga Tirana, nga Tirana. Di do një barsalet? Do nga tregosh një barsalet? Me vëmendje, unë djek për dit. Të falenderojmë shumë shumë. Djek. Që na kushton kohë nga dita jote për të na ndjekur. Pa. Edhe ne vlerësojmë shumë. Ne pensionistë jemi. Neve, unë djekim juve, argëtojmi me juve. Bëhet qefi që sa do pak ju mbushim një pjesë të mëngjesit. Po. Gjë e mirë kjo. Normale, gjë shumë. E vlerësoj shumë. Unë gjagjeza di shumë, po nuk është vendi për t'i treguar aty. Barsaleta e ke fjallën, apo jo? Po barsaleta, di, po nuk është vendi, nuk është ato. Pa, tu shkri unë, tu shkri si qeshë. Janë basë 12. Basë orës 10 ku fe kalamaj. I do t'i kesh përballë njerëzit që t'ja u tregosh, apo nuk janë për të treguar në televizion? Po, dhe sa me thëmë për gatimet ju lumë që nduat, gatuan shumë bukur, shumë mirë, por unë sot kam bërë mish pule me thërime. Recetë tradicionale. Thërimet i ke bërë në qast, apo i ke patur të gatshme? Po, në qast, me vezë. Me miell, me vezë. Me vezë, me qikë qumë, shtirat, vezën mirë, me miell, me sodë. Dhe fantastike në shije. E përgatita pulën e qazjerë që mbëm, që përgati që tani do dalë me burin. Do dili të shijoni kafen bashk, ju bëft mirë kafja, të kene një ditë të bukur dhe faleminderit që e duke na ndjekur. Të përshëndesim nga kuzhina jonë, kalofshi një ditë të bukur, pul me thrime. Një recetë kështu nga to të vjetrat fare. Janë të jugut këto receta. Dromka. Jug lindje. Ose me thërime të cilat përgatiten në qast, ose anvisat i kanë në zajret e tyre, që përgatisin në verë për të patur vjeshte dhe dimër. Mirëpresim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, në këpë plasë. Ne jemi Reze Djeli, Report Televizion, unë jam Niki, jam me Albana në kuzhinë, po flasim drejt për së drejti këtu në studio. Po. Ju për çfarë telefonuat për të na treguar recetat tuaja? Më pëlqen gatimi juaj. Të lutem, më lërë të flas me ata. Po, me mua flisni, urdhëroni. Rregull. Po. Gatimi ti bëj shumë të mira.
më pëlqen, sikur të jem aty, ta dhe unë i lugë. Ja, do ta largoj se nuk më lë zhurma. I pëlqejnë zotëris gatimet, është sikur të jetë këtu të haj nga ju. Dhe dua të them, Po? që nuk keni në kapuqe ju që të pini ke koka? Zotëria. Ja. Qa të themun? Në restoran ku punoj vendos kapuqin, vendos uniformën, i vendos të gjitha. Unë e pranoj çfarëdo që ju të thoni, por në çfarë televizioni keni parë ju që vendoset një uniform dhe nëse dikush e vendos, jam ushtare juaj dhe ta vendos. Tu Të flok të gatuajmë bugra ku t'i qojun, ha më thuaj për të bërë një show, për të treguar se si realizohen ose për t'ju kujtuar disa receta. Po më duke se ka telefonuar disa herë zotëria për kapuqin. Unë e falenderoj Ne nuk vum që nuk vum më, nuk e vendosim pra. Ne nuk vendosëm në fillim tani, jo. Tani e morëm dorën dhe shty. Të falenderojmë shumë. Pas do na tregonte do një barsalet. Ditë mbar paç. Do presim tjetër telefonues ose telefonuese. Na e bëni qefi, na tregoni dhe një barsalet para se të shkojmë në publicitet. Me barsalet, ngele me barsalet. A më dalë dikush. Papu na deri në fund do ta tregoj vetëm duket. Je se të govet. Pa e di në qka. Atëherë, ja, për shumë. Pra, shtova dhe qepën e shikone, fillon dhe kryohet kjo djersitja e tiganit. Do të shtoj domaten si që kam prerë këshu. Në kubik, mesatarisht të mëdhenjë. Një kaurdisje. Disa e ton kaurdisje, disa e ton kaurdisje. Do të shtoj masën e kripës, pakës fare piper. Ja, shikone. Duke pasu kaq të vogla, të prera imët, shkojnë me orizin. Dhe nëse ju doni shumë mund ta vendosni edhe në furr, në tavë, si të dëshironi ju. Do të shtoj dhe specat dhe do t'i lë pak, sepse orizi nuk do shumë. Dhe pse bishtajat janë të freskëta. Pra nuk i shtoj salcë sepse shtova domaten. Dhe niveloj dhe shikoj masën e ujit që do jetë derisa të përfundoj kjo zhurma e skuqes. Pasi kemi kaurdisur, sepse folja e rregullt është kaurdis. Edhe kur përdoret ligjërisht në mënyra të ndryshme, pra kur e përdorim si fjalë për ato ligjërimin bisedor, kur ne duam të kaurdisim një bised apo të kaurdisim diçka, e rregullojmë ndryshe diçka. Me fjalë kaurdis. Kavardis ndoshta do të jetë në Kavardis është, prandaj dhe unë e thash, kaurdisje ka vërdisje. Kavardisje është në gjuhën dialektore. Po. Dhe kaurdisje është se shqyqur Zotit për gjuletërsi ka mbaruar dhe di këtë. Atëherë, e marrë dhe shtoj dhe orizin, ja bëj qefin tamam të ashti. Direkt, ja. Dhe një përzjerje, me lugën e derisa masa e ujit të shteroj, sepse orizin e kam të zirë shumë pak, ja u thash. Një gjellë për tani është shumë e shëndetshme dhe e shishme. Një gjellë për drekën e sotme. Ka pakun. Ka servirur si që duhet, sa të zbuten mashurkat. Pra tjenë të thata. Po, që konsumohet këshu me pirun. Super. Vendosim aty. Edhe pakos fare këtu. Se ne e kemi qef. Salatën. Në qofë se nuk është një qikë, dikur thoshe gjyshja ime, kapule. E marë.